Këtë doja të pyesja në fakt që dikush që na dëgjon mund të pyes, mos janë shumë 3 ditë nga mëngjesi deri në mbrëmje, po ju po thoni që aty janë aq pak edhe 3 ditë. Janë aq pak, shiko ç'a ndodh, që të kuptohet të gjithë ato që vinë dhe ato që dinë dhe se çfarë përfitimesh ka nga ky event, pavarësisht se fillon në orën 9 dhe orari është ta them në orën 7, vjen ora 8 apo edhe më shumë dhe njerëzit nuk e kuptojnë që ka ikur ora. Pra mbyllja nuk ndodh zakonisht në orar, po ndodh më shumë se sa, pra zgjatet më shumë se sa që është vetë orari, pra nuk ka orar. Madje edhe ushqimin i konsumojnë aty në procese sipër. Pavarësisht se mund duket një kohë e gjatë, po themi 10-11 orë kështu, por ato ndërveprimet që bëhen, duke filluar ditën me një yoga të mirë nga Klodian Murati, pastaj gjatë gjithë kohës, çdo një orë gjysmë ka lëvizje dhe pak muzikë, pra bëhet një lëvizje për të qenë më në formë. Pastaj edhe mjeshtri sheki me meditimin na bën që të kalojnë në një situatë krejt tjetër. Por në fakt edhe kjo është e bukur, edhe pjesa e meditimit besoj, do të ketë ka dhe ajo magjinë e saj, të përqendrohesh tek vetja dhe të marrësh ato ti gjesh ato energjitë që janë aty brenda teje dhe pastaj për ta shpërndar edhe tek të tjerët që bashkëpunojnë me ty. Sa e rëndësishëm është për një lider të një kompanie, për një biznesmen që ndoshta drejton edhe stafe të vogla ose të mëdha, për të gjetur këtë kohezion dhe për të nxjerrë më të mirën nga varësit e tij, le të themi kështu. Shiko, meditimi është i pakontestueshëm për një sipërmarrës që ai të jetë vazhdimisht i freskët dhe të shtojë vlerë tek vetja dhe tek ajo që bën. Meditimi është një gjendje të cilën ne e krijojmë duke përdorur disa teknika, por ajo që dua të them është se vetë prezenca e pjesëmarrësve aty, ku do jenë mbi 1000 pjesëmarrës, 1500, 1600 pjesëmarrës, krijohet një gjendje meditative. Ajo që thash në fillim, krijohet një sinergji, edhe për atë e humbasëm ekzistencën e faktorit koha. Ikon koha sepse ti je në gjendje meditative. Po, natyrisht se mendja nuk e kupton këtë, sepse ti përfshihesh në atë kontentin që ligjërohet aty, dhe ajo është shumë tërheqës, edhe ti e kupton duke u përfshirë, e kupton, thua, wow, sa i rëndësishëm që ka. Pse nuk e kam bërë këtë, pse nuk e kam mësuar më parë, sepse janë gjëra triviale, janë gjëra të thjeshta. Pasere janë dhe gjëra të vogla që ti mendon se i di, po duhet të t'i thot dikush që ti kuptosh. Kur ti thot dikush, ti atëherë gjithmonë kemi të bëjmë me rritjen e vigjilencës, zgjerimin e vetdijes. Është diçka tipike që ndodh aty, kjo që sapo thash. Ti riformatohesh ndryshe, ti je një njeri tjetër pas kësaj. Siç përmendi Edi, aty janë të përfshira të gjitha fushat, aty do flitet nga një profesor fantastik, Ahmet Shala, që do flas krikoput për leadershipin dhe menaxhmentin. Dhe të jemi të qartë, liderët e vërtet krijohen nëpër trajnime. Kush mendon të bëhet një lider i vërtet dhe dëshmohen pastaj në terren. Të jesh një lider i mirë, një sipërmarrës i mirë dhe mos investosh në veten, në rritje, në zhvillimin tënd, ti atëherë natyrisht edhe nuk do kesh se çfarë do transmetosh tek biznesi jot. Shumica e njerëzve, dhe e them nga praktika ime, shumica e sipërmarrësve dëshirojnë që ta ndryshojnë biznesin e tyre në sensin ta rrisën, ta zgjerojnë, ta mbajnë të gjallë, vital. Mirë, po nuk e ndryshojnë veten e tyre, nuk punojnë me veten e tyre. Si janë në fakt biznesmenët shqiptar, flas në përgjithësi, domethënë, e shfrytëzojnë këtë metodë, këtë rrugë për të shkuar drejt suksesit, apo ne jemi më bazik, domethënë, por ne e rëndësishme është të fitojmë sa më shumë, sa më shpejt do të ishte shumë mirë, dhe nuk e vrasim shumë mendjen, kam përshtypjen unë, modeli shqiptar ndoshta, sepse kemi dhe biznesmen vërtet për t'u marrë shembull të jashtëzakonshëm. Shiko, mua te biznesmenët shqiptar mua më pëlqen entuziazmi dhe guximi që kanë. Dhe si qëndron situata në terren tani. Shiko, fal njerëzve, kosmopolitëve, sipërmarrësve të suksesve, njerëz që kanë shpirtin e kontributit, siç është Vasil Naçi, ka filluar një epokë e re e sipërmarrësve këtu. E kanë kuptuar se për të përballur me sukses, me sfidat që ofron biznesi, ti duhet të bësh diçka me veten tënde. Sepse biznesi nuk është diçka që ti e ndes edhe pastaj ai do punoj. Jo, ti duhet ujitur, duhet mirëmbajtur, duhet përfshirë aty, mandaj gjërat ndryshojnë, ne jetojmë në një kohë shumë të shpejtë dhe gjërat ndryshojnë me një shpejtësi maramendëse dhe nëse ti nuk je up to date
kundrejt gjërave, atëherë natyrisht gjërat mund të bëhen të rrezikshme dhe dëmet mund të jenë të mëdhaja.